Përshëndetje shqiptar nga gjithë Maqedonia, përshëndes lideret e Vlenit, koalicionin Vlen, të cilët më kanë mbështetur si kandidati pavarur për qytetin e Strugës. Faleminderit shumë. Gjithashtu falenderoj Strugant që kanë udhëtuar 170 kilometër të mbështesin mua, të mbështesin Vlenin dhe të mbështesin ndryshimin. Unë sonte vi nga Struga e rrethuar me ujë ku nuk ka ujë për pije. Unë sonte vi nga Struga ku është vend turistik, por për fat keq vetëm turizëm nuk ka. Unë sonte vi këtu t'u them se vala e ndryshimit ka filluar nga Struga. Unë këtë e them për arsye se mbrëm në Llabonishtin legjendar u konfirmua se Struga po ndryshon, se Struga po ndryshon themelet e vjetra 20 veçare dhe në vend të tyre do të vëmë themelet e reja. Struga do të jetë më funksionale, Struga do të jetë e gjelbërt, Struga do të jetë me ujë të pastër, Struga do të jetë e digitalizuar, Struga do të ketë rrugë të sigurta, Struga do të ketë turizëm për të zhvilluar ekonominë, dhe Struga në 19 tetor, duke rrethuar numrin 133 dhe numrin 7, do të bëjë ndryshimin dhe fitoria do të jetë e sigurt. Faleminderit!